Toka në univers, një pozicion i përsosur. Në pafundësinë e universit, mes miliarda galaktikave dhe triliona yjeve, ndodhet një planet i vogël blu. Toka, një planet që nuk është thjesht një trup qiellor, por shtëpia e jetës. Pozicioni i Tokës nuk është i rastësishëm. Ai është i saktë, i balancuar dhe jashtëzakonisht delikat. Toka ndodhet në rrugën e Qumshtit, një galaktik spirale me mbi 100 miliard yje. Ajo rrotullohet rreth Diellit, ndërsa vetë sistemi diellor rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Toka është e vendosur në atë që shkencëtarët e quajnë zona e banueshme, distanca e saktë nga Dielli, ku uji mund të ekzistojë në gjendje të lëngshme, temperatura është e qëndrueshme dhe jeta mund të zhvillohet. Një hap më afër Diellit dhe uji do të avullonte, një hap më larg dhe gjithçka do të ngrinte. Çfarë do të ndodhte nëse Toka do të ndryshonte pak? Shkencëtarët kanë llogaritur se nëse Toka do të ishte vetëm 1 deri në 2 gradë Celsius më e nxehtë, do të fillonte shkrirja masive e akujve, rritja e nivelit të deteve dhe destabilizimi i klimës. Nëse do të ishte 1 deri në 2 gradë më e ftohtë, akullnaja do të përhapeshin, bujqësia do të shkatërrohej dhe jeta do të bëhej shumë e vështirë. Edhe pjertësia e boshtit të Tokës, rreth 23.5 gradë, është jetike. Pak të kënd, nuk do të kishte stinë, klima do të ishte ekstreme dhe ekosistemet nuk do të mbijetonin. Ky ekuilibër i qartë quhet nga shkenca fine-tuning, rregullimi i imët. Si përmohet dita dhe nata? Dita dhe nata krijohen nga rrotullimi i Tokës rreth boshtit të saj. Çdo 24 orë, Toka kryen një rrotullim të plotë. Ana që përballet me Diellin përjeton ditën, ana e kundërt, e mbuluar nga hija, përjeton natën. Ky rrotullim rregullon temperaturën, i jep trupit ritmin biologjik dhe krijon ekuilibër jetësor. Pa ditë dhe natë, temperaturat do të ishin ekstreme dhe jeta do të ishte pothuajse e pamundur. Kurani flet shpesh për ditën, natën dhe rendin kozmik si shenja të Allahut. Allahu thot: Ai e mbështjell natën mbi ditën dhe ditën mbi natën. Surja Zumer 5. Fjala mbështjell tregon një proces të vazhdueshëm, të butë dhe të rregullt, në harmoni të plotë me rrotullimin sferik të Tokës. Në një ajet tjetër, Dielli nuk mund të arrijë hënën, as nata të parakaloj ditën, secili lëviz në orbitën e vet. Surja Yasin 40. Ky rend kozmik tregon se universi nuk është kaos, por sistemi rregulluar me saktësi. Në Islam, Toka nuk është pronë absolute e njeriut, por amanet, përgjegjësi. Ekuilibri i saj është dhuratë, por edhe provë. Çdo prishje e këtij ekuilibri ka pasoja. Kurani thot: Çrregullimi është shfaqur në tokë dhe në det, për shkak të asaj që kanë bërë duart e njerëzve. Surja Rum 41. Pozicioni i Tokës në galaktik, distanca nga Dielli, këndi i saj, dita dhe nata, të gjitha janë të lidhura në një zinxhir të saktë. Një ndryshim i vogël dhe jeta do të zhdukej. Shkenca na tregon sa i ndjeshëm është ky ekuilibër. Islami na tregon kush e ka vendosur atë. Dhe ky rend na fton të mendojmë, të reflektojmë dhe të kuptojmë se jeta nuk është rastësi, por pjesë e një urtësie më të madhe.